Unë jam pastore Alketa Auer dhe dua të njoftoj të them diçka që ndoshta mund të jetë dita e shërimit tënd, momenti i çlirimit tënd. Ndoshta ti ke vite që jeton në depresion, në panik atak, në sëmundje, në mallkime, në magji, ndihesh i izoluar nga gjithçka, ndihesh që asnjë gjë në jetën tënde nuk ecën sepse djalli ka marrë në kontroll pjesë të caktuara të jetës tënde. E di pse është situata kështu, sepse ti akoma nuk ke provuar fuqinë e Krishtit Jezus. Akoma nuk ke provuar çdo të thotë të jesh në një ambient, të jesh në një territor ku Zoti ka nisur të vajosurit e ti. Ti akoma nuk ke provuar çdo të thotë të thyen prangat nëpërmjet vajosjes. Dhe sot un kam diçka të veçantë për ty. Në datën 13 prill në orën 10 tek Resort Stella, eja dhe provo fuqinë e Krishtit. Eja dhe të çlirohesh dhe të shërohesh. Boll më me vuajtje, boll më me këtë situatë që je. Eja dhe shiko që Jezusi është i gjallë dhe ashtu siç ka çliruar mijëra, miliona, Zoti do ta bëj edhe për ty. Dëshmit nuk kanë fund, të gjithë atyre që kanë ardhur në konferencë. Se si dikujt i erdhi shikimi, dikujt u çlirua nga kanceri, dikush tjetër u çlirua nga diabeti, dikush tjetër nga sëmundjet e zemrës, dikush tjetër ju hap martesa, sa e sa mrekulli Zoti ban. Eja dhe mos i vetëm një dëgjues, po je një përjetues i këtij zjarri që Perëndia ka ndezur tashmë dhe e ka vënë në mesin e kombit ton për të treguar lavdinë e Zotit. Eja dhe ji atje ku është lavdia e Zotit dhe ti do të marrësh atë që i kërkon Perëndis. Mezi po pres të takoj.